Përshëndetje të gjithëve. Sot ju kam sjellë në kopshtin tim mes aromës dese të trëndafilave të sapoçelur. Këtë vit janë bërë aq të bukur sa nuk munda t'i rezistoja pa përgatitur lëngun që na freskonte verën në fëmijërinë tonë. Një recetë e thjeshtë e trashëguar nga nënat tona që na sjelli natyrën direkt në gotat tuaja. E ndjekim së bashku. Si e shikoni, këta janë trëndafilat e qelur. Natyrisht janë me aromë shumë të mirë dhe ngjyra është më shumë vishnje se sa duket nga kamera. I mblodhëm trëndafilat, edhe Reo që kontribon në mbledhjen e trëndafilave me nënën. I shkëputëm nga petalet. Si e shikoni, ka edhe parazit në trëndafila, ndaj duhen larë mirë. Unë do t'i lë 10 minuta në ujë me uthull, me qëllim që nëse ka ndonjë parazit në brendësinë e tyre, të dali në sipërfaqe. I shtojmë uthull të mirë molle, të cilën unë e kam përgatitur vetë. Do t'i lëm të pushojnë për 10 minuta. Kohë e përshtatshme, nëse ka parazit, sigurisht që do dalin. Më pas i shprehim disa herë në ujë të bollshëm, sepse kjo është një recetë lëngu i së cilës do konsumohet i papërpunuar. Thjesht do i vendosim në një kan qelçi. Mund të marrim lëngun e 1 ose 2 limonave, varet nga sasia e lëngut që ka limoni, por unë do ta bëj fiks si e bënim në atë kohë, duke i shtuar një lugë të çajit me limon tos. Gjendet pothuajse në të gjitha supermarketet limon tosi. E lëm të pushojë për një natë, e kam lënë unë. Shikoni çfarë ngjyre magjike që ka marrë lëngu. Imagjinoni edhe aromën e këtij lëngu. I shtrydhin petalet mirë të marrin plotësisht lëngun. I kthejmë sërish në kan, pasi qëndrojnë më pastër në qelçi. Dhe kemi gati për të konsumuar. Mund t'i shtoni sheqer për ta ëmbëlsuar, por unë zgjodha ta ëmbëlsoj pak me mjaltë për ta mbajtur plotësisht natyrale, ashtu siç na pëlqen ne. Nëse ju pëlqeu kjo recetë nostalgjike, mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tim që të mos humbisni asnjë recetë tjetër nga tradita jonë. Ju falenderoj që më ndoqët dhe ju bëft mirë nëse edhe ju do e provoni këtë recetë në shtëpinë tuaj. Me dashuri nga kuzhina ime.